Unë, kur kam ra për herë të parë në burg, kam pas 17 vjetë. Nait Hasani, simbol i qëndresës dhe i fjalës së pathyeshme shqiptare. Kosova Republik ishte angazhimi kryesor. Dhe tani për qëllimin të gjitha dhembjet ishim gatshëm t'i tejkalojmë. Për shkak të maicave kuqezi, kërkuan të na heqin maicat dhe kanë filluar dhe me tortura, po dhe me ato tortura s'kanë mujtë më na heq maicat. Drejtoria ishte me diku 360 bira sa cigare duhonit. Teshët na heqin, vetëm në gazeta dhe në pllakat betonit për një mujtit kena najt aty. Ka qenë një gardian serb, kanë qenë një gardian shqiptar me të vogël, i theshëm ai o sillte atje bashkë me një farë tasi që në rrashin, ishin tortura dhe britma me thy unitetin e të burgosurit, ishtin të burgosurit ordiner, mu përlamet burgosurit politik, 40 qytetarët të Kosovës janë arrestuar brenda ditës në gjithë Kosovën. Në kanë marrë tani, ne kanë torturu po ashtu, shqiptarë, shumë idiote, sjelljet e tyre, fyret e tyre, sharjet, me nanë, me babë. Sot, pas kaq vite kur i kujtoj, i shoh ato fytyra e ndjell atë dhembje. Dhe është arrestuar Xhamali Berisha dhe është marrë pe kotit tret, është hudhë pas torturave, është hudhën nga drejtoria dhe ai ka vdek. Lëvizja popullore angazhohet për zgjidhjen pasore të çështës së Kosovës. Nëse kjo nuk ka sukses, angazhohet me luftë armatosur për zgjidhje. Angazhimet për pajtimin e gjaqit, i cili ka qenë një nga veprimet më të fuqishme të ideologjisë kombëtare, të njerëzit që t'i pajtojmë njerëzit, sepse nuk kishim njerëz për humbje. Një formë të bashkimit për një qëllim dhe një kauzë për bashkat Kosovë Republik apo një Kosovë e pavarur.